Një aksident rrugor është regjistruar mbrëmjen e 29 shtatorit 2025 rreth orës 19:50 në rrugën Gjergj Kastrioti. Në ngjarje janë përfshirë 4 automjete, një Mercedes-Benz me targa AB 102 GR, një Toyota me targa AB 589 HD, një Audi me targa AB 926 GS dhe një tjetër Audi me targa AB 725 FV që ishte e parkuar. Drejtuesi i automjetit Mercedes-Benz, shtetasi Manexhela, 27 vjeç, ka rezultuar pozitiv në testin e alkoolit. Ndërkohë, drejtuesi i Toyotës, shtetasi Gersian Gjishti, 29 vjeç, ka rezultuar negativ në testin e alkoolit. Në këtë mjet udhëtonte si pasazhere 21 vjeçaria Silvia Hasa, e cila pas aksidentit është dërguar në spital dhe është shtruar për mjekim. Dhe drejtuesi i Audit me targa AB 926 GS, shtetësja Ilvia Imeraj, ka rezultuar negative në testin e alkoolit. Automjeti 4, një Audi me targa AB 725 FV, ka qenë i parkuar në momentin e përplasjes.